misionin për të arritur Europën. Ka bërë disa ndryshime trajneri Bilbil Sokoli, sigurisht detyrueshme. Tek këtu në Zahir Pajaziti, ballafaqimi i parë, gjysmëfinal mes Llapit dhe Drenicës. Shojmë tani me një rasti, kjo goditje jashtë portës e pabesueshme. Çfarë mega mundësi për Drenicën të reprizuar me volejt e timi i tij. E tani mundësia për Llapin, qojnë Valmir Veliu, goditja ti, jashkën e pabesueshme, nuk e shfrytëzon Valmir Veliu. Shojmë edhe njëre volli topi nga mbrojtja kundërshtare, por më pas gjuan jashtë. Llapit zhblokoj këtë takim, vjen Arkimi, Roziki ma dolovi në zonë dhe topi përfundon në rjet. Llapi në epërsin 1-0, Arpër Bytyqi ka realizuar. Ja, shumë edhe njerë Arkimi, Blendi Baftiu, dalje gabuar e Arjon Ymerit dhe shumë të thjesht e pati Arpër Bytyqi të realizante. Llapi në epërsin në lig ishte në mes të tabelës. Arbna Ramadani me Arkimin, tani rasti dhe 2-0 Llapi. Minute 36, dy fishat e përsia. Shumë edhe njerë Arkimi, Arbna Ramadani dhe pastaj Antonio Marku në përpjekje për të larguar topin e dërgon ato në portën e tij. Tani shansi Arbna Ramadani provon për Veliu, nga Shjani vjen goditja ati, një pritje bukur e Arjon Ymerit. Topi para, tani një super rast për Llapin këtu, Valmir Veliu, goditja ti, super pritje. Intervenim fenomenal i Arjon Ymerit, Drenica mbetet në lojë. Dhe për këtë fakt duhet t'i detyrohet portierit të saj. Me të vërtet një pritje mbreslënse Arjon Ymerit në këtë situatë. Shansi këtu për Llapin nga goditja lirar, për Bytyqi provon sa afër të shënonte një super gol për Bytyqi. Po jo një 100% e saktë, shikoni. Nuk shfrytëzohet nga askush dhe këtu përfundon gjithçka. Llapi shënon fitore në gjysmëfinalin e parë në Zahir Pajaziti, nuk falin 2-0.